Ema Bushati. Banka e Shqipërisë çdo vit blen miliona euro, pra de facto, banka po blen euro të drogës që futen në mënyrë informale. A është kjo arsyeja pse guvernatori i Bankës së Shqipërisë kërkon imunitet? Ema, edhe unë jam çuditur me amendimin e ligjit të kërkuar gjoja në standardin e Bashkimit Evropian. Por, siç e din ti, dhe do bëhet një check-up i legjislacionit evropian për këtë qëllim. Mirë, por në Shqipëri ndodhi një gjë që s'ndodhi në asnjë vend tjetër ndonjëherë. Edi Rama, me të ardhur në pushtet, arrestoi pa pritmas guvernatorin e bankës, sikur të ishte roje e tuneleve të saj. E arrestoi, u them unë ju, vetëm e vetëm për urrëtitjen e tij ndaj ti, sepse Edi Rama, kur shifte ndërtimet masive të rrugëve, veprave publike, besonte në marrëzinë e tij se guvernatori priste para për qeverinë. Ignorant në shkallën më ekstreme. Ai nuk kupton se një qeveri që urdhon bankën për të pre para për te, në qoftë se banka ja zbaton, i hap gropën e ardhshme. Dhe ky në atë bindje, në një akt pa besie, në një akt primitiv, gjeti një njeri që urdhoi arrestimin. Guvernatori dhe çdo njeri arrestohet në një vend të shtetit ligjor, por arrestohet mbi bazën e veprave të argumentuara penale. Kështu që unë do të bëj jemi duke studiuar, kurse guvernatori ka një problem të madh për mua dhe e tërë banka. Ata ka një përgjegjësi të madhe për heshtjen që mbajnë ndaj narkoeuros. Ata janë përpjekur në treg për normalizimin e saj. Por pa sukses, kanë ble miliarda euro. Dhe ndokush mund thote, po janë rezervë. Po problemi është se nga kjo narko-euro guvernatori duhet ta di, dhe e din mirë, edhe zëvendës guvernatori dhe tjerë me radhë. Nga kjo narko-euro kanë falimentuar në 10 mira si përmarrje shqiptare. E theksova dhe herën e kaluar e theksoj prapë. Kam qenë në Çeki në vitin 2012. Çek dikur ishin prodhues kryesor këpucësh në një pjesë të madhe të Europës. Në atë vizitë konstatova se ata pothuajse prodhonin fare pak këpucë. Ndërkohë vendi im Shqipëria ishte renditur e 8 në botë për prodhimin e këpucëve. Shqipëria prodhonte veshje të gjitha kategorive përfshi modën më të lartë në qytetet e saj. E gjitha kjo industri e ngritur me guximin, mendjen dhe energjinë e
investitorëve shqiptarë dhe të huaj dhe punën mundin e djersëve e punëtorëve shqiptarë u shkri si bryma para diellit nga narko-euro. Këto nërmarrje falimentuan masivisht njëra pas tjetrës. Mbi 100 sa mi punëtor humbën vendet e punës. Por ne, por në vitin 2013, ja dolëm të bëhemi eksportues vezësh, eksportues qumshti. Çfarë do thot kjo? Shqiptarët blinin vezët, blinin qumshtin, me një çmim 2 herë më të lirë se sot. Ndërsa sot, shqiptarët marrin qumshtin pluhur që vjen nga Serbia. Sot çmimi i tij është 2 herë më i shtrenjtë se ç'ishte. Kështu që guvernatori i bankës dhe bordi, nëse ka bord, se është organizatë Partisë Socialiste është bërë tani, do të kenë minimumin e përgjegjësisë dhe të ndërgjegjes për këtë dramë që ndodh nga narko-euro. Nuk e fshehin dot. Nuk e fshehin dot. Shqipëria sot është vendi në të cilin euro është zhvlerësuar më shumë se në çdo vend tjetër të planetit. Dhe kreu i ekzekutivi që është kreu i Meduzës së mafjes deklaron se jam krenar me narko-euro. Se kjo tregon ekonomi të fortë. Në një kohë kur Norvegjia, që vetëm fondin e investimeve ka 1 trilion, dhe që nuk është në sistemin e euros, gjatë 10 viteve ka psuar një zhvlerësim, jo të euros, një zhvlerësim të koronës, krahasim me euron, zhvlerësim për 10-12%. E po kështu, zloti polak, e po kështu, shumë më tepër, fjorinta hungareze. Pra, banka dhe guvernatori ka një përgjegjësi të madhe në fshehjen që i bëjnë këtij zhvillimi dramatik, këtij fenomeni toksik për ekonominë shqiptare. Dhe këtu ka një përgjegjës për këtë, ky është Edi Rama, kreu i karteleve të drogës më të fuqishme në Europë.